Çfarë ndodhi? Gjesti shpërthen akuzat të rënda ndaj produksionit të Big Brother VIP Albania. Pas ballafaqimit në spektaklin e së martës midis Gjestit dhe Eglit ka pasur debate të forta. Artisti nga Peja hodhi akuza për produksionin për shkak të disa videove që janë publikuar pa dieni të tij. Me mua boldjetal bolmë nuk ta lejoj, ju drejtua fillimisht Egli që po qëndronte në kuzhinë. Si ti, si produksioni njëjt, e dyta herë që po i publikon videot që nuk i di unë, si atje hile, si këtu hile, e shikojmë, u shpreh nga ana tjetër Gjesti. Më tej konkurrenti vazhdoi, dilni vetë keq me siguri jashtë dhe vini më gjuani mua, ti ke pasur faje, ti je fajtor për çdo lot. Shko merri shokët e tu, edhe produksionin, se edhe këta të njëjt janë dhe eja më njëllosni, sa në një video tjetër të shpërndar në rrjetet sociale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.